بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Me emrin e Allahut të falenderojmë. Paqja, mëshira, mirësitë, bekimet e Allahut qofshin mbi dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi çdo besimtar që e ndjek dhe pason rrugën e tij deri në ditën e fundit. Vazhdojmë në mësimin e besimit, pikërisht me përmbledhjen e Imam Tahawit. Kemi lënë në fjalën e tij, Allahu mëshiroft, kur thot: "Wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin wal kutubi al munazzalati 'ala al mursalin wa nashhadu annahum kanu 'ala al haqqi al mubin." Thot Allahu mëshiroft, besojmë tek me laiket, pejgamberët, tek librat e zbritur, pra që janë zbritur të dërguarve, dhe dëshmojmë se ato kanë qenë në të vërtetën e qartë. Këtu autori Allahu mëshiroft përmend 3 shtylla prej shtyllave të besimit. Pra, besimin me lajke, besimi në pejgamberët dhe besimi në librat e zbritur. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an pra për këto 3 shtylla: "Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi." Kanë besuar të dërguarit, thot për atë në atë që është zbritur prej Zotit të tyre, dhe besimtarët të gjithë kanë besuar, pra besojnë në Allahun, me lajket e tij, librat e tij, të dërguarit e tij, dhe nuk bëjnë dallim midis të dërguarve. Sikur se në ka ardhur në hadithin e Gjibrilit alayhis salam, kur pyet profetin sallallahu alaihi wasallam për imanin, dhe i thot profeti sallallahu alaihi wasallam: besosh Allahun, pa imani është besosh Allahun, me lajket e tij, librat e tij, të dërguarit e tij, ditën e fundit, pra ditën e Kiametit, dhe kaderin. Qoftë e mirë apo e keqe, çdo gjë të vjen prej Allahut xhalla fi ula. Autori Allahu mëshiroft, sikur se kemi treguar më herët, prej metodës tij është që i ndan çështjet dhe i përsërit. Edhe këtu për shembull tani ka përmend këto 3 shtyllat e besimit, pastaj vjen më mbrapa flet prap për shtyllat e besimit, pastaj flet për melekun e vdekjes, pastaj flet për me lajket të cilët shkruajnë, pastaj kthehet prap dhe flet për Kur'anin, domethënë i kemi cek disa gjëra nga këto. Mirpo autori prej metodës tij domethënë është i përsërit, domethënë edhe i ndan në vende të ndryshme. Dhe kjo është nga gjërat që e kanë qortuar ose e kanë kritikuar, domethënë akiden tahawiyye, pikërisht sepse nuk e ka bërë renditjen, dhe Allahu alem, pra Zoti Allahu e din, ajo që duket është se ai Allahu mëshiroft i ka shkruar edhe i ka përmbledh çështjet ashtu siç i kanë ardhur, domethënë është kujtuar për diçka edhe e ka shkruajt. Pastaj ka vazhduar, pastaj mund të jetë kujtuar në një detaj tjetër dhe e ka përsërit edhe një herë besimin, domethënë pra një temë që mund ta ketë përmend më herët. Sidoqoftë, kjo që thot autori është hak, është e vërtetë dhe nuk ka dyshim që muslimanët besojnë pra në këto 3 shtylla, besojnë në melajket, në pejgamberët dhe librat të cilët janë zbritur të dërguarve. Edhe këtë domethënë e beson çdo musliman, dhe nuk ka musliman që të ketë ndonjë dyshim ose ndonjë, po themi, ta mohojë diçka prej tyre. Edhe duhet në u përkujtimi edhe përsëritja e këtyre bazave të besimit ka rëndësinë e vet. Sepse po të vëresh, o vëlla dhe motër, po të vëresh, lufta sot është luftë ideologjike,
jo sot, po gjithmonë, luftë ideologjike. Edhe kjo luftë, po të shikosh, armiqtë e Islamit janë të zellshëm me fut dyshime pikërisht, te këto bazat fesë, besimin Allah. Pra vinë ateistët me lloj-lloj interpretimi të mohojnë, një të vërtet të qartë, siç është ekzistenca, siç është Allahu Gjelle fi Ula. E vinë pastaj me dyshime për të mohu, për të shku tek mohimi Allahut, hedhin dyshim tek pejgamberët ose tek librat e kështu me radhë. Pra, lufta ideologjike, sidomos në këtë kohë, është e madhe dhe mund të ndikohet ai që është i vjetër në fe, po veçanërisht mund të ndikohet ai që është i ri në fe, që akoma nuk i ka të rrënjosura këto baza. Edhe për këtë arsye gjithmonë përkujtimi dhe përsëritja e bazave të fesë tonë ka rëndësinë e vet. Që ajo gjë që e di, ajo dije që e merr, të jetë e rrënjosur. Pra përveç se të përmendim atë që besojnë, përmendim dhe diçka prej dyshimit që është hedhur dhe ta sqarojmë aspektin e kundërpërgjigjes, në mënyrë që të jetë më e qartë dhe të jesh më i sigurt në besimin tënd. Këto 3 shtylla të besimit që i ka përmend autori, Allahu mëshiroft, kush mohon një prej tyre, ai ka dalë prej feje dhe është në humbje të madhe. Pra nuk mund konsiderohet musliman ai i cili mohon një prej këtyre shtyllave të besimit. Allahu thot: "Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida." Kush e mohon Allahun, me lajket e tij, librat e tij, të dërguarit e tij dhe ditën e fundit, ka devijuar në një devijim të madh. Autori Allahu mëshiroft, tani të futemi tek shtjellimi, tek detajet. Autori Allahu mëshiroft e ka filluar me besimin për me lajket. Me lajket janë krijesat e Allahut Gjelle fi Ula dhe i përkasin çështjeve të ghaibit, çështjeve të fshehtës që ne nuk i shohim. Ne besojmë çfarë na ka ardhur prej cilësive të tyre, mirë po ne nuk i shohim. Dhe si pasojë me lajket i përkasin ghaibit, i përkasin të fshehtës për ne. Pra, për ne. Ato janë krijesa të mëdhaja të Allahut subhanahu wa taala. Allahu i ka krijuar prej drite dhe ato në çdo moment janë në adhurim të Zotit Gjelle fi Ula. Në çdo moment me lajket janë në bindje të Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu subhanahu wa taala i përdor me lajket për renditjet e çështjeve të krijesave. Allahu thot: "Wal mudabbirati amra." Kur flet për me lajket thot: "Wal mudabbirati", dhe ata pra që mbajnë rendin e çështjeve. Allahu subhanahu wa taala i përdor me lajket, pra nëpërmjet me lajkeve mban rendin e krijesave. Dhe me lajkeve i ka caktuar punë të ndryshme. Për sa i përket besimit për rreth me lajkeve, mund të përmendim 7 çështje kryesore. Çështja e parë, se ne besojmë që me lajket, pra besojmë në krijimin e tyre dhe besojmë në ekzistencën e tyre. Se Allahu subhanahu wa taala i ka krijuar prej drite, sikur se na ka tregu Allahu Gjelle fi Ula. Mirë po edhe profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Aishës radhiyallahu anha, që e përcjell Imam Muslimi, thot: "Allahu Gjelle wa ala khalaqa al-malaikata min nur." Allahu Gjelle wa ala i ka krijuar me lajket, thot, prej drite. Dhe ne besojmë se me lajket ekzistojnë. Pra janë krijesa reale dhe ekzistojnë. Pavarësisht se ne nuk i shikojmë, mirë po ato ekzistojnë. Ndryshe nga filozofët, të cilët thanë që me lajket janë krijesa fiktive, do të thënë që i përkasin botës imagjinare ose mendjes. Jo,
ne besojmë se me lajket janë krijesa të vërteta, ne nuk e shikojmë, mirë po ato ekzistojnë. Dhe ekzistenca e tyre është reale dhe nuk është fiktive. Dhe fjala që thënë filozofët, pra është mohim i asaj që na ka treguar Allahu subhanahu wa taala në ajetet kuranore dhe profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith. Çështja e dytë që ne duhet ta besojmë është se numri i melajkeve është numër shumë i madh. Pra këto krijesa të Allahut janë të shumta në numër dhe se këto janë pra ushtria më e madhe e Allahut. Allahu thot: "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Dhe ushtrinë e Zotit tënd nuk e di vetëm se ai. Pra, Allahu e din numrin e melajkeve. Profeti sallallahu alaihi wasallam na tregon se kur u ngrit në natën e Isras dhe Mi'rajit, kur arriti deri në Beit el-Ma'mur, dhe Beit el-Ma'mur është sikur se themi ne qabja për melajket. Ajo është qëndron domethënë në qiellin e 7 dhe është në një pozicion me qabën e tokës. Sa që kanë thënë, nëse ajo do të binte po në të njëjtin vend. Edhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam se Gjibrili alayhi salam e ka njoftu dhe i ka thënë: "Hadha al-bayt yadkhulu ilayhi kull yawmin yusalli fihi 70,000 malak. Thumma la ya'uduna akhar ma alayhim." Në këtë shtëpi thot, në Beit el-Ma'mur, pra çdo ditë futen 70,000 melajke për t'u falur edhe pastaj dalin dhe nuk kthehen më asnjëherë. Edhe çdo ditë futen 70,000. Pra vetëm një herë futen çdo ditë 70,000 dhe nuk kthehen më. Imagjino domethënë çdo ditë 70,000 melajke të reja, pra mendoje vetë sa numër i madh është numri i melajkeve të Allahut xhalla fi ula. Diçka që mund të parafroj kuptimin, domethënë e kësaj është se Imam Muslimi në Sahihun e tij na tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam kur flet për zjarrin e xhehenemit, kur do ta shfaqë Allahu në ditën e Kiametit, thotë që ai thot zjarri i xhehenemit thot: "Yu'ta bi jahannam yawm al-qiyamah wa laha 70,000 zamam ma'a kulli zamamin 70,000 malak." Pra, zjarri i xhehenemit ka 70,000 zinxhir nga të cilin do të mbahet. Edhe në çdo zinxhir do të ketë 70,000 melajke që e mbajnë. 70,000 herë 70,000 i thojnë 4 miliard e 9 milion. 900 milion melajke. 4 miliard e 900 milion melajke. Më thonë vetëm për zjarrin e xhehenemit që do ta mbajnë. Pa kjo tregon sa i madh është zjarri i xhehenemit, lutim Allahun të na ruaj prej tij. Po gjithashtu tregon madhështinë e Allahut subhanahu wa taala në këto krijesa të mëdha që ka kriju. Pra kur shikon argumentet, shikon domethënë që numri i melajkeve është shumë dhe se numrin e tyre nuk e di vetëm se Allahu xhalla fi ula. Pra gjë që tregon madhështinë dhe fuqinë e Allahut xhalla fi ula. Çështja e tretë është se ne besojmë që melajket janë robër, janë krijesa dhe nuk janë pra të adhuruar. Ajo që besojmë është se ato e adhurojnë Allahun, janë robër të Allahut dhe nuk adhurohen pra. Dhe atyre nuk i takon prej kësaj asgjë, dhe ato nuk kanë në dorën e tyre asgjë. Dhe se ato nuk e kundërshtojnë Allahun dhe se veprojnë çdo urdhër të Allahut xhalla fi ula. Ka prej njerëzve që i kanë adhuruar melajket. Mirë po, ne besojmë, sikurse dhe vetë melajket
e pohojnë këtë që themi ne edhe e din dhe nuk e kundërshtojnë Allahun. Allahu kur flet për to, thot la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ato thot nuk e kundërshtojnë Allahun për asgjë dhe veprojnë atë që ai urdhëron. Pra me lajket janë krijesat Zotit, të cilat adhurojnë Zotin dhe nuk i takon atyre asgjë prej adhurimit, as prej atributeve të tjera, më thënë që i përkasin vetëm Allahut Jalla fi ula. Çështja e katërt është se ne duhet besojmë tek ato me lajke që Allahu subhanahu wa taala na i ka tregu me emër, pra na i ka specifiku, edhe tek me lajket e tjera besim të përgjithshëm. Prej me lajkeve që Allahu na i ka tregu, qoftë me emër ose qoftë me lagap, sikur se është Gjibrili alayhis salam, Mikaili, Israfili, edhe këto janë me lajket më të mira tek Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe janë me lajket pra më të mëdhaja dhe më të nderuara tek Zoti, sikurse profeti sallallahu alaihi wasallam kur i lutej Allahut në duan e tij, kur i bënte ndërmjetësim, domethënë me cilësitë e Zotit, thonte ose me faktin, me zotërimin e tij, thonte Allahumma rabbe Gjibrail wa Mikail wa Israfil. O Zoti im, Zoti Gjibrailit, Mikailit dhe Israfilit. Pra Allahu subhanahu wa taala, fakti që profeti sallallahu alaihi wasallam është lutur me këtë dua, nuk e ka bë kot, po e ka ditë që Allahu i ka nderuar këto me lajke. Pikërisht me këtë edhe me këtë lutje, që ai nuk vepronte gjë nga vetja, vetëm se ka qenë shpallje, Allahu i ka nderuar këto me lajke, pra duke pikërisht në këtë duan të profetit sallallahu alaihi wasallam. Më pas Allahu na ka treguar, po edhe profeti sallallahu alaihi wasallam, me lajke të tjera, sikurse janë Malik, i cili është rojtari i xhenemit, ose meleku i vdekjes, na ka treguar gjithashtu grupe të me lajkeve, sikurse janë, më thënë, rojtarët e xhenetit, po edhe rojtarët e zjarrit, sikurse janë mbajtësit e arshit të Allahut, edhe ato që vinë, domethënë që janë rreth tyre. Sikurse janë me lajket të cilët shkruajnë veprat e bijve të Ademit, edhe lloje tjera, domethënë që mund të kenë ardhur në argument. Pra, ne i besojmë të gjithë me lajket që na kanë ardhur në mënyrë specifike, ashtu siç na ka ardhur, dhe i besojmë të gjitha me lajket, më thënë që nuk na ka ardhur për to, më thënë, specifikim. Çështja e pestë, ne besojmë çfarë ka ardhur në shpalljen hyjnore rreth cilësive të tyre. Për gjërave që na kanë ardhur është se me lajket kanë zemër, ato kanë duar, kanë krah, pra po themi, dhe se ato duan dhe ato hidhërohen, edhe cilësit tjere që kanë ardhur, domethënë, në argumentet hyjnore. Dhe prej cilësive më të mëdhaja që ka ardhur në këto argumente është fakti se ato janë krijesat që më shumë t'i adhurojnë Zotin Jalla fi ula. Pra adhurimi që me lajket i bëjnë Allahut është adhurim i pandërprer në çdo moment. Edhe është një adhurim i cili ato nuk lodhen, pra as nuk lodhen, po themi mendërisht, as fizikisht nga ky lloj adhurimi. E adhurojnë Allahun në mënyrë të pandërprer. Çështja e gjashtë, se ne duhet besojmë atë që na është përmend në argumente për veprat e këtyre me lajkeve. Allahu subhanahu wa ta'ala i urdhëron me lajket për disa punë dhe ato i përgjigjen Allahu të lartësuar
në çdo urdhër që ai i jep, dhe ato siç tham e mbajnë rendin nëpërmjet urdhrit të Allahut. Allahu i përdor me lajket për të mbajtur rendin e gjërave. Dhe veprat e tyre nuk ka dyshim që janë të shumta, punët e tyre, domethënë, dhe ne nuk mund të arrijmë ti përcaktojmë dot punët e melajkeve, mirë po ne besojmë se melajket punët e tyre janë të shumta. Pra i tyre janë ato që mbajnë, domethënë që Allah i ka caktuar me shpalljen, disa tjera i ka caktuar domethënë me shiun, një tjetër Allah i ka caktuar të frysurit, pra siç është Israfili, të tjerë ka vendosur që të mbajnë arshin, pra ato që mbajnë arshin e Allahut. Disa tjerë Allahu i ka ngarkuar me bijtë e Ademit, pra që ato i ruajnë dhe shnojnë pra veprat e tyre. Disa me lajke Allahu i ka ngarkuar me çështjet e xhenetit, disa tjerë me çështjet e zjarrit, e punë tjera që na kanë ardhur dhe punë tjera që nuk i dim. Pra punët që Allahu i ka caktuar me lajkeve janë shumë. Dhe puna më e madhe dhe cilësia më e madhe që janë cilësuar, sikur se tham, është adhurimi i Allahut në formë të pandërprerë. Çështja e 7 dhe e fundit që lidhet me lajket është se ne duhet besojmë pra pozitën e tyre dhe t'i japim atyre, më thonë, pozitën që i takon dhe t'i duam ato me lajket. Duhet t'i duam me lajket. Këtu kemi diçka. Shumë njerëz, kur flasin për çështjet e besimit, janë në rregull sa i përket fjalës së zemrës. Dhe fjala e zemrës është pohimi. Po ne pohojmë që këto me lajke, apo ne besojmë që këto me lajke janë kështu. Kjo është diçka, mirë, por kjo nuk është gjithçka. Sepse kemi një aspekt tjetër e cila lidhet, domethënë, me veprën e zemrës. Pikërisht dashuria dhe miqësia e me lajke. Miqësia ka për qëllim që ne ta ndjejmë që me lajket janë të afërt me ne, edhe ne duhet i duam ato. Sikur mos mjaftonte vetëm fakti që janë krijesat e Allahut, që Allahu i ka nderuar, janë krijesa madhështore dhe se adhurojnë Zotin, kjo do të mjaftonte për t'i dash. Disa prej njerëzve që Allahu i ka përmend Kur'an thot: "Men kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allaha aduwwun lil kafirin." Ai i cili thot është armik me Allahun dhe me lajkeve të tij dhe të dërguarve të tij dhe Xhibrilit dhe Mikailit, le ta di se Allahu është armik i jo besimtarve. Imam Taberiu përmend se këtu Allahu, domethënë, sikur se kanë treguar dietarët e tefsirit dhe kanë rënë dakord se këtu Allahu po flet për jehudët. Për jehudët. Pasi ato e kanë armiqësuar Xhibrilin alayhi salam. Edhe Xhibrili alayhi salam është armiku i tyre prej me lajkeve, sikurse na ka ardhur, domethënë, tek Sahihu Imam Buhariu dhe tek tjerë. Edhe kur e shikon, domethënë, gjendjen e këtij populli, nuk çuditesh, pasi këto, po të shikosh, Allahu i ka përmend në një ajet tjetër ku thot: "Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya." Allahu e dëgjoi fjalën e atyre që thanë se Allahu është i varfër dhe ne jemi të pasur. Kanë shkuar deri aty sa që kanë qujt Allahun të varfër. Do të thonë, nuk është çudi
që të armiqsojnë me lajket. Ishin një popull që kanë vrarë pejgamber të Zotit edhe janë munduar të vrasin dhe profetin të dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Gjibrilin alayhis salam e armiqsuan, edhe nuk është çudi domethënë shikosh armiqësimi dhe urrejtja që kanë sot për muslimanët. Thon po të shikosh historikun e tyre, nuk çuditesh, domethënë janë një popull që subhanallahu zemra e tyre është e mbushur me urrejtje, është e mbushur me mllef. Kështu që kur i shikon faktikisht historikun e tyre në atë që na ka treguar Allahu subhanahu wa taala, nuk çuditesh edhe e kupton realitetin e këtij populli. Ndërsa muslimanët ato i miqsojnë dhe i duan me lajket e Allahut, edhe si mund të jetë ndryshe, ndërkohë që me lajket frojnë për besimtarët: nahnu awliyaukum fi l-hayati d-dunya wa fi l-akhirah. Ne jemi miqtë tuaj, thonë me lajket për besimtarët në jetën e kësaj bote dhe në ahiret. Pas kësaj fjale, si mos ta doj besimtari me lajket e Allahut. Ndërkohë që me lajket kërkojnë falje për besimtarët. Thotë Allahu: wa yastaghfiruna liman fil ard. Ato kërkojnë falje për ato që janë në tokë. Sigur se thotë: wa yastaghfiruna lil ladhina amanu. Me lajket kërkojnë falje për besimtarët. Si mos i duam me lajket? Ndërkohë që me lajket na duan, i duan besimtarët dhe luten për besimtarët. Si mundet besimtari domethënë mos t'i doj këto krijesa që e duan Allahun dhe i duan besimtarët? Edhe besimtari e do Allahun dhe i do besimtarët, qofshin prej njerëzve ose prej melajkeve. Si mos t'i duam me lajket, ndërkohë që me lajket i ndihmojnë njerëzit në vepra të mira dhe kujdesen për to. Sheikhul Islam Ibn Taymija në një libër që titullohet Kritika ndaj racionalistëve, thotë se besimi të cilët e besojnë dhe pohojnë selefët është se personi i cili Allahu ja ka hap një dije mbas një meditimi për atë dije, mund të jetë si shkak që Allahu do më thonë ja inspiron njeriut për shkak të me lajkeve, qoftë dua ose qoftë do më thonë që Allahu çon një me lajke, do më thonë që ta ndihmoj robin për një kuptim të diçkaje. Si mos ta doj muslimani, besimtari me lajket, kur me lajket e ndihmojnë dhe kujdesen pra me lejet Allahut për robin. Pra duke pas parasysh këto, atëherë ne themi dhe përsërisim se ne i duam me lajket dhe është detyrë që t'i duam me lajket dhe është detyrë gjithashtu që mos t'i dëmtojmë. Pa me lajket, sikur se na ka tregu profeti sallallahu alaihi wasallam, ka gjëra që i dëmtojnë. Sikur se ka përmend një hadith që mos të afrohet, mos shkojnë në xhami ai i cili ka ngrënë qep ose hudhra. Hudhra ka thënë, pasi me lajket thotë dëmtohet me atë që dëmtohet dhe biri i Ademit. Dhe kur Allahu thot: wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kur i drejtohet robërve, thot Allahu, ju thot keni me lajke, thot, të cilët shkruajnë dhe ruajnë veprat e juaja dhe e dinë çfarë veproni. Kanë thënë dietarët e tefsirit, nëse çështja është kështu siç thot Allahu, pra, dhe padyshim që kështu është, po
duan thënë këtë tjetrën, atëherë thot, prej detyrës që kemi është t'i nderojmë këto krijesa që Allah i ka nderu, edhe mos të bëjmë diçka, domethënë që ato nuk duan të shikojnë prej besimtarit, prej robit. Dhe mos veprojmë pra pas frikës ndaj Allahut, që është baza kryesore, mos veprojmë diçka që i dëmton këto me lajket Zotit. Edhe përfundimi i kësaj pra është se duhet që me lajket të respektohen dhe të jepet pozita që i takon. Edhe nuk duhet të përmenden me diçka që i ul vlerën ose të përmenden në formë tallje, pasi diçka e tillë konsiderohet dalje prej fesë. Të tallesh domethënë me lajket e Zotit ose ti nënçmosh ato. Derisa dietarët kanë përmend në librat e fikut që nëse personi merr si shembull Malikun, i cili është projtari i xhehenemit, edhe i thot një personi tjetër, pse ke ngrys fytyrën si Maliku, pra në formë ofenduese po themi për personin, vetëm se ka marrë për shembull këtë melek të nderuar të Allahut subhanahu wa taala, thonë që ky person del prej feje. Pra këtë e dhash si shembull me tregu që duhet me pas kujdes, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë rubbe kelimatin yaquluha al-abd la yulqi laha balan tuhwa bihi fi an-nar. Pra një fjalë që mund ta thotë robi nuk i kushton rëndësi, mund të hidhet në zjarr, thot 70 kharifan au thot ma bejnë al-mashriq wal maghrib. Pra hidhet në zjarr, thot me një distancë që është lindjes e perëndimit, pra diçka e rëndë. Duhet njeriu që ta ruaj gjuhën e tij, dhe të kujdeset çfarë flet, sidomos kur po flet për fenë e Allahut xhelle fi ula. Talim to apo si thon 7 minuta. Kam frikë se nuk del. Hajde, s'ka gjë, po është. Mirë. Vazhdon autori, Allah më shëroft, thot wan nabiyina, pra dhe besojmë tek pejgamberët e Allahut. Besimi në pejgamberët e Allahut padyshim edhe të dërguarit e Allahut padyshim që është çështje e madhe, domethënë. Sheikhul Islam tek një libër i tij ka përmbledh se besimi në librat dhe në të dërguarit pra është shtylla e fesë ku mblidhet çdo gjë e mirë, pasi çdo e mirë që ka ardhur nëpërmjet librave që janë zbritur dhe të dërguarve. E çdo e keqe na është tërhequr vrejtje nëpërmjet librave dhe të dërguarve. Tek besimi për sa i përket, domethënë, tek çështja për sa i përket besimit të pejgamberëve dhe të dërguarve, kemi 6 parathënie. Po përmendim disa dhe tjerat i lëm në takimin tjetër. E para është se duhet ta dim që nevoja më e madhe që ka njeriu ishte nevoja e dërgimit të pejgamberëve. Pra kjo është nevoja më e madhe që njeriu ka, dhe se Allahu subhanahu wa taala me këtë gjë i ka dhënë mirësinë më të madhe. Pra nuk ka mirësi më të madhe se sa dërgimi i pejgamberëve. Allahu thot laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Allahu
i ka bë mirësi të madhe besimtarëve në moment që ka të dërguar prej tyre, thot, t'i lexoj atyre, thot, ajetet e tij dhe t'i pastroj dhe t'i mësoj atyre librin dhe urtësinë. Dhe para kësaj, thot, ato ishin në një humbje të madhe. E dyta është urtësia e dërgimit të pejgamberëve, pra shkurtohet me faktin se Allahu me dërgimin e tyre ka nxjerrë njerëzit nga errësira në dritë. Pra Allahu thot: "Kitabun anzalnahu ilayk litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid." Thot, një libër që ne ta kemi zbrit ty për të nxjerrë njerëzit nga errësira në dritë me lejen e Zotit tënd për në rrugën e të plotfuqishmit të lavdëruarit. Dhe nxjerrja e njerëzve nga errësira në dritë përfshin 3 çështje. E para, njohja e tyre me Zotin dhe të adhuruarin e tyre. Pra, pejgamberët dhe të dërguarit e Allahut ja kanë mësuar njerëzve se kush është Zoti i tyre dhe kush është i adhuruari i tyre. Dhe i kanë mësuar emrat e tij dhe cilësitë e tij, dhe i kanë mësuar, domethënë, madhështinë e tij dhe ja kanë bërë atyre besimin Zot të dashur. E dyta është se i kanë treguar atyre rrugën e cila të çon tek kënaqësia e Zotit. Pra, i kanë mësuar aty adhurimin. Çdo gjë që Allahu e don dhe e pëlqen dhe kënaqet me të, ja kanë treguar, sikurse çdo gjë që Allahu nuk e pëlqen dhe hidhërohet prej saj, kanë tërheq vërejtje. Dhe kjo është diçka që njeriu nuk mund ta arrijë kurrë në veten e tij. Pra, sado që të mundohet, sado që të mendojë, të meditojë, nuk mund të arrijë kurrë vetëm se nëpërmjet shpalljes. Pra, nëpërmjet librave dhe pejgamberëve. E treta, që i kanë treguar njerëzve shpërblimin që i pret, qoftë për veprat e mira ose qoftë për veprat e këqija që ato veprojnë. Dhe e treta, dhe me këtë po e mbyllim, është se profecia është zgjedhje prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min an-nas. Allahu zgjedh prej melajkeve të dërguar edhe prej njerëzve zgjedh të dërguar. Edhe kjo do të thotë se nuk ka asnjë lloj rruge që njeriu mund të arrijë te kjo grad vetëm se nëpërmjet zgjedhjes së Allahut. Pra, nuk mund të arrijë askush gradën e pejgamberllëkut, vetëm se Allahu e zgjedh. Ehli suneti besojnë dhe mund ta kemi përmend se pejgamberllëku pra është zgjedhje prej Allahut. Dhe se Allahu zgjedh për këtë grad, për këtë mirësi, njerëz që janë të denj, njerëz që janë meritor, njerëz domethënë që janë të zgjedhur. Ndryshe nga çfarë besojnë filozofët ose sufistët, pra ato besojnë sufistët se Allahu subhanahu wa ta'ala, sufistët besojnë se njeriu mund të arrijë këtë grad me veprat e tij, ose disa të tjerë prej filozofëve besojnë që Allahu zgjedh, mund zgjedhi, po mund zgjedhi edhe personin i cili është po themi nuk është i denj, mund të jetë i keq. Nga një person i cili ka veprat këqija, Allahu e zgjedh. Ndërkohë e drejta edhe ajo që besojmë është se Allahu zgjedh këtë doj prej
njerëzve për këtë mirësi dhe për këtë grad, mirë po se nuk zgjedh vetëm se atë person i cili është meritor. Dhe nuk mund zgjedhë Allahu dhe nuk i takon. Kjo nuk është diçka që është prej urtësisë që Allahu të zgjedhë një person i cili nuk është i denj për këtë mision madhështor. Pra dhe ndryshe nga ajo që besojnë ato grupet që përmendëm, është se ehli suneti janë të mesëm në këtë besim, në këtë çështje, dhe besojnë se kjo mirësi Allahu ja jep kujt doj, mirë po Allahu nuk ja jep vetëm se atij i cili është meritor për këtë grad dhe për këtë mirësi të madhe. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Vazhdojmë inshallah në takimin e radhës. Allah shpërblet në të mirë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.